Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos hani kurrë banane nëse vuani nga ky problem shëndetësor. Peggy Tan, dietologe nga Qendra Shëndetësore Komunitare dhe një anëtare e grupit Sing Health, shpjegon se bananet janë të mira për ju dhe se kur duhet t'i hani ato. Kur është koha më e mirë për të ngrënë banane? Koha më e mirë për të ngrënë banane varet nga nevojat tuaja dhe preferencat tuaja ushqimore. Në përgjithësi, shija dhe vlera ushqyese e bananeve ndryshojnë, ndërsa piqen. Bananet e sapo pjekura priren të jenë më pak të ëmbla se bananet e pjekura mirë, sepse nisë shteja nuk është të zbërthyer plotësisht në sheqerna të thjeshta. E mira e të ngrënit të bananeve të sapo pjekura është se ju qëndroni të ngopur për më gjatë dhe shijoni përfitimet e nisë shtesë rezistente në të. Nga ana tjetër, një banane e pjekur mirë me disa njolla të errta në lëkurë është më e lehtë për t'u tretur dhe mundet që t'ju jap juve energjinë që ju nevojitet përpara se të luani sport. A mund të ham të gjithë banane? Disa kushte mjekësore munden që të rezultojnë që njerëzit të cilët kanë një nivel të lartë të kaliumit në gjak, dhe në këtë rast do të jetë logjikshme të përmbaheni nga marrja e bananeve. Dhe në kundërshtim me besimin popullor, një person me diabet mundet që të hajë banane për sa kohë që përmbajtja e karbohidrateve llogaritet. Gjithashtu, bananet munden që të jenë një problem serioz në situatën kur keni ndonjë nga sëmundjet e zorrëve në fazën akute, sidomos kur është fjala për bananet e gjelbra dhe të papjekura, sepse ato kanë një përmbajtje të lartë natriumi dhe prandaj mundet që të veprojnë si diuretik. Mjekët paralajmërojnë se personat me gastrit nuk duhet të kombinojnë bananet me asnjë produkt tjetër dhe se kombinimi vetëm i mundshëm është me kos, djathë të freskët, qumësht ose mollë. Ata gjithashtu theksojnë se nëse hani banane me stomakun bosh, sasia e magnezit rritet në gjak ndjeshëm, gjë që mund të jetë e dëmshëm për zemrën. Bananet janë një frut i gjithanshëm dhe ushqyes që mundet të shijohet në mënyra të ndryshme. Ato janë një burim mjaft i mirë i vitaminës C dhe B6, kaliumit dhe magnezit dhe mund të përdoren si ëmbëltues natyral në smoothie, petulla dhe pjata të tjera. Por a e dini se konsumimi i tij me stomakun bosh mundet që të shkaktojë shumë rreziqe shëndetësore, duke përfshirë një rritje të sheqerit në gjak, e keqe për zemrën tuaj. Ngrënia e bananeve me stomakun bosh mundet të bëjë kërdi në zemrën tuaj. Bilanci midis magnezit dhe kalciumit në gjak mundet që të prishet nga përqendrimi i lartë i magnezit dhe i bananeve. Ky çekuilibër mundet që të dëmtojë shëndetjen e zemrës tuaj. Pika e sheqerit në gjak. Bananet janë të mbushura me sheqer, prandaj ngrënia e tyre me stomakun bosh mundet njëkohësisht të shkaktojë një rritje të papritur të niveleve të sheqerit në gjak. Kjo mund të çojë në lodhje, dhimbje koke dhe probleme të tjera. Kjo është edhe arsyeja pse diabetikëve u kërkohet gjithmonë të mos të fillojnë ditën e tyre me një fetë banane. Mundet që të shkaktojë shqetësime të stomakut. Një tjetër arsye kryesore për të mos të filluar ditën tuaj me banane është mënyra se si ajo e ndërpret funksionet e stomakut tuaj. Bananet gjithashtu përmbajnë pektin, një lloj fibre e cila mundet që të lidhet me acidin e stomakut dhe gjithashtu të ngadalsojë tretjen. Kjo mund të bëjë juve që të ndiheni të fryrë dhe të pakëndshëm. Ulja e absorbimit të hekurit. Nëse vuani nga mungesa e hekurit, shmangni gjithashtu konsumimin e bananeve me stomakun bosh. Pse kështu?
Kjo është për shkak se bananet janë të mbushura me kalium, i cili mundet që të ndërhyjë në përthithjen e hekurit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit të cilët kanë mungesë hekuri. Shkakton aciditet. Ngrënia e bananeve me stomakun bosh mundet që ta bëjë trupin tuaj më acid, sepse bananet janë acidike. Fillimisht do t'ju ofrojnë një rritje të shpejtë të energjisë, por më vonë do t'ju lërë të ndiheni të raskapitur dhe të lodhur. Shtimi në peshë. Për ata të cilët duan që të shtojnë në peshë, është absolutisht mirë që ta nisin ditën me një fetë banane, por për ata që janë në udhëtimin e tyre për humbje peshe, është e rëndësishme të theksohet se ngrënia e bananeve me stomakun bosh nuk është kurrë zgjidhja e duhur. Bananet janë gjithashtu të larta në kalori dhe njëkohësisht ngrënia e tyre me stomakun bosh mundet që të kontribojë në shtimin në peshë. Ndikon në metabolizmin e trupit tuaj. Konsumimi i bananeve me stomakun bosh mundet që të ndikojë gjithashtu në shkallën e metabolizmit tuaj dhe të ndikojë negativisht në sistemin e plotë të tretjes. Prandaj nuk duhet që të merrni një banane në mëngjes me stomakun bosh. Bananet nuk duhet të konsumohen shpesh me stomakun bosh. Nëse vendosni që ju të hani një banane për mëngjes, Dr. Tashvika tha që duhet të hani banane pasi të keni konsumuar ushqime të tjera të cilët mund të ndihmojnë në ngadalësimin e tretjes të tilla si arrat ose farat. Pjekuria e bananes. Pjekuria e bananes sipas ekspertëve ndikon në sasinë e nisështes që gjendet tek ky frut. Sa më e pjekur të jetë banania, aq më shumë nisështe ka. Një banane e papjekur pra me ngjyrë jeshile ka 12 herë më shumë nisështe se banania e pjekur. Ushqimet me përmbajtje të lartë nisështeje treten me shumë vështirësi dhe shpesh prodhojnë gazra në sistemin tretës. Një gjë e tillë mundet të shkaktojë dhimbje tek disa njerëz. Ndaj, nëse stomaku juaj është i ndjeshëm ndaj bananes, zgjidhni një sa më të pjekur. Kolitis spastik. Kolitis spastik ose sindroma e zorrës së irrituar karakterizohet nga këto dhimbje ose fryerje barku, çrregullime të jashtëqitjes si diarreja dhe gjithashtu konstipacioni, ndjesia e ngopjes së shpejtë pas ngrënies. Këto probleme munden që të kenë një kohëzgjatje mbi 3 muaj, thonë ekspertët. Njerëzit që vuajnë nga ky problem kanë vënë re se banania i përkeqëson simptomat sepse shkakton gazra të tepërt në sistemin tretës. Kjo nuk është problem për njerëzit që kanë një tretje normale, por në rastin e këtij koliti, banania mundet të shkaktojë dhimbje dhe parahati dhe prandaj nuk duhet që ta konsumoni. Alergjit. Ka njerëz që janë thjesht alergjik ndaj bananes. Ky problem manifestohet me simptoma të alergjive të tjera, pra me të shtima, vështirësi në frymëmarrje dhe gjithashtu me koll. Proteinat e bananës kanë të njëjtën strukturë si poleni dhe për këtë arsye, banania shkakton jo vetëm dhimbje stomaku, por edhe prek rrugët e frymëmarrjes. Njerëzit të cilët janë alergjik ndaj mështeknës apo gomës kanë reagim të ngjashëm ndaj bananes. Intoleranca ndaj laktozës. Fruktoza është një sheqer i thjeshtë që gjendet tek shumë fruta, përfshirë edhe bananet. Ndonse një banane përmban 5% fruktozë, pra një sasi shumë të ulët, për disa njerëz banania mund të jetë problem sepse stomaku nuk e tret dot dhe këstisoj dhëmb. Intoleranca ndaj fruktozës diagnostikohet që në muajt e parë të jetës. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.